Çdo gjë po merr fund dhe arka e shpëtimit nuk është pikur ende, ose si e quaj unë ndryshe arka e Noes. E kam thënë këtë disa herë, por me sa duket kemi arritur në një pikë ku nuk kam më kthim mbrapa. Dhe të gjitha problemet që po ndodhin kohët e fundit duket sikur po shkojnë në një drejtim të caktuar. Do t'ju them se përse. Kush është rastisht do t'i lutesh aty bëj like faqes që t'jemi sa më shumë dhe nuk ju kushton asgjë, por dhe duke diskutuar së bashku, diçka ndoshta mund të lëvizim. Duke filluar që andej nga Amerika, nga Kina, nga Evropa, nga të gjitha anët, por edhe nga vetë njeriu. Së pari njerë nga njeriu. Në këtë planet, nuk e di, e keni para apo jo në emisionet që kemi bërë, në vitin 2001 u bë një llogaritje e gjenomës, sepse në bazë të gjenomës, pra të llogaritjeve që mund të bëjmë tani, ne mund të bëjmë një llogaritje se sa njerëz kanë jetuar në këtë planet. Le të themi që janë teori konspirative, se në fundit nuk e di askush se sa njerëz kanë jetuar në këtë planet. Por që kur ka lindur Homo sapiens, deri sot, pra që kur u formua ose lindi njeriu deri sot, mendohet që në këtë planet kanë jetuar rreth 107 miliard njerëz. Mendohet, okay? Ku ne vetëm tani jemi 8 miliard. Megjithatë, le të themi 107 miliard njerëz. Asgjë nga këta nuk mori nga planeti dhe asgjë nuk la. Sepse në qoftë se ne erdhëm, përdorëm planetin, ne vim këtu e përdorim planetin, por nuk marrim asgjë me vete. Përdorim çka gjejmë, por nuk marrim, nuk sjellim diçka që t'ia japim planetit, ne nuk sjellim asgjë. Pra ne vim, vetëm jetojmë në këtë planet si mysafir dhe pastaj largohemi. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që njeriu është më pak se hiçi, është më pak se një insekt ose më pak se një kafshë. Ne i përdorim kafshët për shembull, sikur të jenë specie e nënvlerësuar ose sikur nuk shërbejmë për asgjë. Po sikur edhe ne të jemi të tillë, pa e kuptuar ne, dikush tjetër na manovron dhe bën ç'të doj. Mund të na haj, mund të na rjepi, mund të na marrë energjinë, apo ku ta di unë. Ne nuk mund ta kuptojmë. Dhe doja të thosha me këtë. E dini që në bazë të studimeve që janë bërë, është përmbysur 2 herë bota, janë studime këto, nuk është se i shpika unë. Pra në bazë të studimeve, 2 herë është rënuar bota dhe ka filluar prap nga e para. Dhe këto 2 raste mendohet të kenë qenë 2 përmbytjet universale. Jo mendohet, janë ka gjurmë të përmbytjeve universale, 2 herë. Një herë thuhet në kohën e Lemurianëve dhe një herë tjetër në kohën e Atlantidasve. Pra 2 herë. Dhe në këto 2 herë, njeriu duke filluar prap nga e para, harron. Sepse ku ta di? Ai fillon, ata që lindin nuk janë të pavdekshëm, pra kush lind i ri. Dhe nëse lind ignorant, ai me si do ta kultivoj inteligjencën. Dhe kështu që harrohet çdo gjë, dal nga dal, derisa fillon çdo gjë nga e para. Dhe pastaj i përcjellin ato thashethemet që ja u thon gjyshët apo ata të mbijetuarit, apo gjyshet apo baballarët, dhe thon ishte një herë, një kohë, dhe pastaj të gjithë ata që mbetën ëngër me luk flori u shkatërrua e ku ta di unë. E njëjta gjë po ndodh tani. Me një fjalë, ne kemi arritur në një pikë që duket sikur nuk të kthehet më mbrapa asgjë. Sepse nëse keni vënë re, nga të gjitha anët, po ta shikoni, të vjen sot nuk është më si dikur, sot të vijnë drithërim aty jetosh sot. Me një fjalë, jo për veten tënde, sepse ne e kaluam tani dhe nuk na pëlqet shumë sepse jemi rritur me halle dhe të kthehemi sërish aty nuk e kam unë se kam problem fare. Mund të rri natën, ditën, si të doni ju, në përpyje, pa problem fare. Mua më vjen keq për familjen, më vjen keq për fëmijët, më vjen keq për gratë, më vjen keq për të gjithë. Ata që nuk janë mësuar. Dhe si do shkojnë nesër? Shiko, në librin Viaggiando nel passato ose La mia vita, në librin La mia vita, jo Viaggiando nel passato, më fal, jeta ime, aty shkruaj disa fraza në fund fare dhe them, jam kapiteni juaj, dhe do të dëshiroja që në këtë anije që po lundron në det hapur që është toka, do dëshiroja që t'isha unë kapiteni dhe të
mund të sugjeroja aq sa mundem njerëzit për mbijetesë. Shiko, jam plotësisht i bindur tani, sepse libri shkruar në 2009-2010, pasi shkruajta Viaggiando nel passato, dhe unë bindem akoma më tepër që ato fjalë që kam thënë aty përkojnë gjithmonë më shumë. Sot janë më shumë se kurrë të rëndësishme. Pra, sa do dëshiroja unë sot që të kishte si ato fjalë në çdo hap që hedhim. Mirë po, njerëzit janë bërë si të çmendur, nuk flet dot me askënd. Edhe këtu sot më erdhi ideja tani, sepse më erdhi ideja që të flisja për këtë argument, por u acarrova sot. Me dikë që punojmë së bashku. Është një që kemi vite që punojmë me këtë agjenci, me fjalë kompaninë tonë, dhe vetëm se e ka shkruar aty ai për një shkrim që ka bërë, në fjalë ai do t'i përmbahet atij shkrimi që ka bërë, sepse nuk do. Kaq. Ora është për të mirën e të gjithëve dhe për të mirën tënde. Jo, nuk do. Do t'i përmbahet atij shkrimi. Dhe problemet pafundme tani ai mbetet pa punë, sepse nëse nuk shkon përpara kontrata, mbetemi të gjithë pa punë. Dhe unë se kuptoj këtë gjë, që njerëzit pse janë kaq të babzitur, sepse në fund të fundit është punë dhe për të nuk është se u po humbet, por do që ti mbështatet asaj që ka shkruar, thot. Pa e kuptuar, pa e menduar. Tani unë thash vetëm nga këtu më erdhi ideja, po ta shikoni në çdo cep të jetës, nuk të lej njeri nuk të fal një euro. Është mirë, dakord, nuk të fal 1 euro. Por a e mendoni, për shembull, që këta njerëz shkojnë, ka shumë prej këtyre, që ngrihen në mëngjes dhe shkojnë se si t'ja hedhin njërit apo tjetrit? Kur ti mendon që t'ja hedhësh njërit apo tjetrit, ajo 1 euro që ti mund ta falje, nuk ka vlerë fare, se mund të falësh dhe 100 euro. Nuk kanë vlerë. Sepse nuk ke principet e tua, pra ato vlerat kryesore që të quajnë njeri. Pra sot, po të shikoni, të gjithë janë individualist, secili mendon për veten e tij, duke filluar që nga familja. Secili për veten, kjo është shtëpia ime, kjo rruga ime, kjo makina ime, mos kap. Pra, ku po shkojmë? Dhe pastaj do t'ju them për gjitha këto probleme që po ndodhin, krizat financiare, kriza për punën, sepse sa fëmijë, për ata që nuk e din, punë nuk do ketë më, sepse do ta bëjnë robot, do ta bëjnë inteligjencë artificiale. Dhe do jetë gjithmonë më e vështirë, gjithmonë më shumë e vështirë për të gjetur punë. Dhe nuk di. Me një fjalë, ne edhe duke e ditur që po shkojmë drejt fundit, prap njeriu vazhdon të eci përpara. Ky është problemi i madh. Në këtë planet kanë ekzistuar rreth 8 miliard kafsh, specie kafsh të ndryshme dhe specie, 8 miliard. Në të gjithë kohën që kur mendohet që lindi jeta në këtë planet deri sot, 8 miliard. Dhe 5 miliard prej tyre janë zhdukur. 5 miliard janë zhdukur. Nuk e dim kupton, ose le themi dhe gjysmat, e zëm sikur kanë bërë gabime. Gjysmat janë zhdukur, 4 miliard. E dini se çfarë do të thotë kjo? Që planetit nuk i intereson fare ka njerëz mbi këtë planet, ka specie, apo ka ku ta di unë. Planeti ecën përpara. Ne nuk po bëjmë asgjë për të mbajtur këtë planet. Asgjë nuk po bëhet. Ja, u kam thënë në një intervistë që kam bërë me David Sprat, me drejtorin e përgjithshëm të Universitetit dhe të kërkimeve të ndotjes globale në Australi. Kam bërë një video të shkurtër aty, një pjesë të intervistës që kam bërë, dhe është e tmerrshme se si ai pas shumë vitesh mblodhi një grup njerëzish më potent të globit në Francë në vitin 2019 dhe ata e ulën ndotjen globale në 5%. Është turp i madh. 5% për fëmijët e tyre. E ulën vetëm 5% sepse prek shumë kuletat e tyre, portofolat, parat e tyre. Sa u shprehen 2 prej tyre që nuk kanë fëmijë, ç'më intereson më? Derisa të jem gjallë pastaj. Nuk e di e kuptoni apo jo. Çfarë egoizmi patetik, ë? Një egoizëm i madh, kaq i madh sa që, me një fjalë, ai do vdes thot, nuk më intereson fare le të vdesin të gjithë njerëzit. Është turp. Ky është merrimi i madh. Me një fjalë, do thot në njëri nga ju, po mirë, çka intereson aty?
Po a jetove në këtë planet? A ishe ti që i more ato para nga këta njerëz që ti i shfrytëzove? A i shfrytëzove ti këta njerëz? Sepse ku i gjete para ti që je kaq oligark? Nga i gjete? Shfrytëzove njerëzit. Shfrytëzove mua, njerëzit ju që po flisin këtu. Dhe me këto para ti u bërej pasur. Tani, përdor një pjesë të këtyre parave përpara se ti ikësh që të pastrosh ato pislliqe që ti bëre. Sepse janë pikërisht fabrikat, janë hidrocentralet, janë problemet e mëdha që po krijojnë pikërisht nga këto kompani të mëdha. Nuk i bën njeriu. Njeriu është një pjesë e vogël që po shkatërron planetin. Okej, është pjesa tjetër që është e ujit, sepse njeriu tani po përdor ujë shumë herë më shumë se kishte përdorur në të gjithë jetën e tij, sepse tashmë ujin e ka në shtëpi. Dhe dikur te viteve 900, mos themi dhe më vonë, njeriu nuk përdorte ujë kështu si sot, që e kishte në shtëpi, po shkonte në përburime dhe merrte atë ujë aq sa mundej. Me atë pak ujë laj, pastronte, lante rrobat, kurse sot lan dhe një pafundësi. Njerëzish lajnë 10 herë në ditë. Egzagjerova, por 3 herë në ditë, 2 herë. Pra, çfarë po ndodh? Sepse uji, që ta dini, uji që ne lajmi, përveç larjes, lajme dhe rroba, të gjithë ky uji i pist shkon në dete dhe oqeane dhe ndot detet dhe oqeanet. Mirë po quhet uji i ndotur. Në fakt, oqeanet dhe detet janë ndotur në 20%. 20-22%. Dhe në qoftë se ecet në këtë form, pas 5 viteve, 10 viteve, nuk do të ketë me reciklim. Pra në natyrë, që të shkoj avull i sipër që të kthehet në rreth shiu. Dhe ky reciklim, nëse nuk ekziston më, nuk ka mështin. Dhe nëse nuk ka mështin, krijojmë probleme të rënda në planet. Të pariparueshme. Ose ndryshe do na kthehet mbrapsht natyra dhe do bëj një tjetër përmbytje të madhe, të na shkatërrojë totalisht. Dhe e përsëris se njërë nuk e kuptoj që njerëzit ende sot vazhdojnë të mbyllin sytë, të mbyllin veshët dhe gojën dhe duket si punë e kafshëve. Kjo më bën të mendoj që nuk jemi më shumë se kafshët, por jemi krejtësisht si kafshët, ndoshta edhe më keq se kafshët, sepse të paktën kafshët mbijetojnë dhe kaq. Kurse ne jo vetëm që mbijetojmë, por ne pastrojmë dhe bëjmë pis gjithë planetin qëllimisht. Dhe e bëjmë shumë herë më shumë se kafshët. Duke filluar që nga pislliqet që hedhim në përdetën oqeane apo në për ndotje toksike, ku ta di unë, të armëve, ku ta di unë, por për më tepër ne ndotim edhe ajrin, ambientin, jo vetëm me fekalet tona dhe me gjithë ajrin ton, por edhe me makinat. Bile edhe me miliarda kafsh dhe shpend që ne rrisim, janë dhe ato. Ne i rrisim, se po t'ishin vetë ato, nuk do shtoheshin kaq sa i shtojmë ne, me gjilpër apo budallëq e tjera. Kështu që unë mendoj që nëse ecet kështu, fundi është shumë i shpejt. Pres komentet tuaja, çfarë mendimi keni ju. Kalofshi një ditë bukur.